Qytetar digjital, çelësi për të lundruar në një botë të sigurt online. Çfarë është qytetaria digjitale? Është përdorimi i përgjegjshëm dhe i përshtatshëm i teknologjisë nga njerëzit. Përdorimi etik i teknologjisë. Të kuptosh dhe të praktikosh sjelljen etike në mjedise digjitale, si për shembull, të respektosh pronësinë intelektuale, të shmangësh plagjarizmin dhe të kuptosh impaktin që kanë veprimet që ti kryen online. Siguria online. Të jesh i vetëdijshëm mbi rreziqet e botës online, si për shembull, bullizimi kibernetik, mashtrimet, vjedhja e të dhënave, të ndërmarrësh hapa për të mbrojtur veten dhe të tjerët, si për shembull, të përdorësh fjalëkalime të vështira për të gjetur, të bësh kujdes me ndarjen e informacioneve personale dhe të kuptosh elementet e privatësisë në platformat e mediave sociale. Edukimi digjital. Të jesh i aftë që të gjesh, të përdorësh dhe të krijosh informacion nga një format digjital, do të thotë të kuptosh se si funksionon media digjitale, si të kërkosh informacionin në mënyrën sa më efektive dhe si të bësh dallimin mes burimeve të besueshme të informacionit nga ato të pabesueshme. Komunikimi efektiv. Të përdorësh mjetet digjitale për të komunikuar në një mënyrë që është e qartë dhe respektueshme, dhe kjo kërkon të kuptuarit e nuancave të komunikimit digjital, ku toni dhe konteksti shpeshherë mund të keq kuptohen. Të drejtat dhe përgjegjësitë. Të njohësh dhe të respektosh të drejtat e të tjerëve në botën digjitale. Kjo kërkon të kuptuarit dhe pranimin e lirisë së shprehjes, të drejtat e privatësisë, si edhe pasojat që kanë ndarja dhe ripostimi për mbajtjes së të tjerëve. Vetëdijësimi për gjurmët digjitale. Të jesh i vetëdijshëm për impaktin jetëgjatë që kanë veprimet, postimet dhe profilet e tua digjitale në botën online. Të kuptosh se gjërat që ndan online shpeshherë mund të mbeten aty përgjithmonë dhe ato mund të kenë ndikim mbi reputacionin personal dhe atë profesional. Përgjegjësia qytetare dhe sociale. Përdorimi i mjeteve digjitale për t'u angazhuar në shoqëri dhe për të kontribuar në mënyrë pozitive. Kjo mund të kërkojë përdorimin e mediave sociale për ndryshime shoqërore, pjesëmarrje në diskutime të komuniteteve online apo përdorimin e teknologjisë për të kontribuar për kauza bamirësie. Në thelb, qytetaria digjitale ka të bëjë me përdorimin e teknologjisë, jo thjesht në mënyrë efektive, por edhe etike, të përgjegjshme dhe të sigurt. Edhe një qasje gjithëpërfshirëse e lundrimit në botën digjitale që siguron se çdo individ është i mirë përgatitur për të përballuar sfidat dhe shanset që vijnë bashkë me jetët tona, gjithmonë më të digjitalizuara.